Ne e vlerësojmë këtë veçanërisht sepse fal mënyrës së hapur e gatishmërisë së presidentit dhe ekipit të tij. Jemi mirëpritur brenda kështjellës së Brukselit, si të barabartë, dhe madje na është dhënë mundësia për të ndjerë se si është kjo ndjesia e të qenit i barabartë në këtë kështjellë, kështu që kjo është diçka shumë e veçantë. Nga ana tjetër, jam entuziast vërtet që komiteti do të shërbej për qëllimin e ndihmës, për qëllimin që të nxit aktorët tanë të rriten dhe që të bënë një pjesë e rëndësishme e antarësisë së Shqipërisë dhe pjesëmarrjes së Shqipërisë në jetën e familjes evropiane si antare e barabartë shpejt, shpresoj dhe dëshiroj. Ka qenë një rrugë e gjatë, siç u përmend me elegancë nga presidenti, në shumë situata ku e gjetëm veten të mbërthyer. Por më duhet të them që tashmë po lëm apo po jetojmë në një moment në kohë ku Brukseli dhe Bashkimi Evropian na kanë surprizuar me vullnetin e tyre mjaft të fortë e gatishmërinë mjaft të qartë për të na marrë brenda.